Flamurtari në basketbol për femra është një hap larg finales për të kurorzuar si kampioni këtij sezoni. Vajzat vlonjate dominuan në ndeshjen e radhës përballë Studentit, teksa e fituan me rezultatin e thellë 72-42. Vajzat vlonjate treguan në këtë ndeshje forcë, karakter, por edhe nivel kampionësh. Tashmë gjithçka është në duart e Flamurtarit me të njëjtin fokus dhe vendosmëri, ndërsa finalja për skuadrën e Flamurtarit në basketbol për femra është vetëm një hap larg, ndërsa vajzat vlonjate premtojnë se do ta mbyllin atë, ashtu si kundër ato dinë. Në ndeshjen e radhës me Studentin, vajzat vlonjate dominuan krejt takimin, duke treguar se jo rastësisht janë në këtë pozicion dhe pretendentët kryesor për titullin kampion. Tashmë duket se rruga është shtruar për të sjellë në Vlorë trofeun e radhës nga vajzat vlonjate në basketbollin e femrave, teksa ato tashmë janë me një këmbë në finale.